Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-Mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit, për ato që jemi të vetëdijshëm e i dim, po edhe për ato të cilat nuk i numërojmë dot. Jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin tonë në këtë termin të rregull, gjithnjë në përpjekje për të arritur kënaqësinë e tij. Javën e kalume kemi folë për konceptin kuranor për shëmbulltyrën edhe kam premtuar se do të flasim për një aspekt praktik të kësaj teme. Realisht kemi përmend se njeriu ka nevojë për model. Njeriu ka nevojë për shëmbulltyrë praktike për arsye se teoria sado e përsosën që tjetë, sado e plot që tjetë, mangësia njerëzore nuk e lën njeriun që të përfitojnë në tanësi prej teorisë. Pra, Allah i madhruar ka dërgu shpallje, po ka dërgu edhe pejgamber. Dhe ka ndodhë që shpallja me uri për 3, ose me uri për sërit, ndërsa pejgambert kanë ardhur 3. Për shkak se nevoja njerëzore për modelin praktik ka qenë evidente. Edhe na sot me marrë një teori, cilën do prej teorive të dunjas, e me mësu në mënyrën më të mirë, jam shumë i bindun që nuk do të ishim në gjendje me e kuptu edhe me u specializu në te, si kur të mos ishin modelet. Për këtë arsye, shumica absolute e njerëzve që kanë arrit në këtë botë, kanë arrit nëpërmjet mësimit me mësues. Të pakt janë ata, nuk është e pamundur gjithsesi, po të pakt janë ata të cilët kanë arrit në mënyrë autodidakte, duke mësuar vetë. Ka shembuj të ndryshëm, edhe në botën e shkencës, edhe në botën e fesë, që kanë arrit njerëzit edhe duke mësuar vetë mirë, po karakteristika e tyre është se kanë dhënë shumë mund, mbase kanë dhënë më shumë mund se sa kanë dhënë të tjerët duke mësuar prej mësuesve. Ajo që për neve është interesante këtu, është se Allahu i madhruar mes tjerash në Kur'an ka dhënë shembuj të ndryshëm, e secili shembull padyshim që e ka mësimin e vet. Por ka promovu Allahu nëpërmjet Kur'anit edhe diçka e cila quhet në gjuhën e Kur'anit qudwa, kur i ka thonë pejgamberit vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahu muqtadih, këta janë ata të cilët Allahu i udhëzoi, flet Allahu për 18 pejgamber me emra në surën An'am, e pas përmendjes së tyre thotë këta janë ata të cilët Allahu i udhëzoi, fa bihudahu muqtadih, andaj ti udhëzimin e tyre merr shembull. Udhëzimin e tyre merr model, merr yrnek. Pse? Për arsye se secili prej tyre e ka pas një veprimtari të mbushur edhe të pasur me sfida të lloj-llojshme, në të cilat secili prej tyre, secili prej pejgamberëve pra i ka pas qëndrimet e veta, të cilat për një vend kanë qenë burim frymëzime dhe kanë qenë shkollë mësimi, leresht mundemi me thonë. Allahu i madhruar gjithashtu pastaj në vende tjera në Kur'an ka përmend diçka që quhet uswe. Uswe pa shprehje e parafort me atë që e përmendëm me shprehjen e shëmbulltyrës. Madje këtu Allahu i madhruar i ka përzgjedh disa, për shembull për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jo në të dërguarin e Allahut, kur thuhet në të dërguarin e Allahut, dihet për cilin është fjala. Është fjala për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, jo në të dërguarin e Allahut keni një shëmbulltyrë të mirë.
limen kana yarju Allaha wal yawmal akhir, dhe kjo vlen për atë që shpreson në Allahun dhe shpreson në sukses në botën e fundit ose në ditën e fundit, wa dhakara Allaha kathira, dhe për atë që e kujton Allahun shumë. Allahu i madhruar pastaj edhe për Ibrahimin a.s. ka thonë se edhe ai është uswa, laqad kana fi Ibrahime uswa, ju kishit në Ibrahimin shembullin më të mirë. E Ibrahimin a.s. Allahu e ka bërë shumë të famshëm në Kur'an. E ka përmend shumë. Ibrahimi a.s. edhe rrafime për te është shumë prezent, pothuajse në një pjesë të madhe, mos them në shumicën e sureve. Ka shumë rrafime për Ibrahimin a.s. edhe jeta e tij, veprimtaria e tij padyshim që është një shkollë për të gjithë ata të cilët dëshirojnë me ndjek rrugën të cilën Allahu i madhruar ka kërkuar prej njerëzve që të ndiqet. Dhe Allahu e ka bërë Ibrahimin shembull. Në surën Bekare, Allahu flet për Ibrahimin a.s. mes tjerash thot kështu: wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dhe kujto kur Allahu e sprovoi Ibrahimin. Bila Allahu thot kështu: dhe kur Ibrahimin e sprovoi Zoti i tij. Çështo është renditja, wa idh ibtala Ibrahima. Dhe kur Ibrahimin e sprovoi Zoti i tij bi kalimat, me disa fjalë. Ato fjalë, Allahu thot fjalë, ndërsa ato në të vërtetë ishin urdhëresa dhe ndalesa. Ato ishin ajo që thash më herët, teori, mësime teorike. Fa atammahun, ndërsa Ibrahimi i përmbushi ato. E përmbushja që Ibrahimi u bone atyne fjalëve të Allahut fuqiplot, asaj teorie me të cilën Allahu e sprovoi dhe e ngarkoi robën e tij Ibrahimin, përmbushja ishte praktike. Fa atammahun, dietarët thonë kuptimi i kësaj fjale është nuk la urdhën pa çuar në vend dhe nuk la ndalesë pa respektu. Nuk la urdhën pa çuar në vend dhe nuk la ndalesë pa respektu. Në mënyrë shembullore. Ne të gjithë në rrugë vllazën jemi njerëz, robër, krijesa të Allahut që Allahu i sprovon. I sprovon me urdhresa dhe me ndalesa. Ato urdhresa, sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kryejm atë sa kemi mundësi. Prej ndalesave do të përmbahemi në tanësi, mirë po prap një përmbledhje e të gjitha këtyne për neve vdekatarët e rëndomt. Pra për njerëzit që janë jo pejgamber, vlen ai rregulli i përgjithshëm: fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun aq sa keni mundësi. Aq sa ju lejojnë mundësit. Nuk kërkohet përkushtime absolut. Nuk kërkohet përsosmëria prej neve, për arsye se sikur të kërkohej, do të kërkohej një gjë e pa arritshme dhe e pa mundur. E Allahu s'ka kërkuar prej neve gjëra të pamundura. Për këtë arsye edhe në veprimet më të thjeshta që Allahu i madhruar i ka kërkuar prej neve. E marrim shembullin e namazit. Se në kësi tema mas tepër me marrim shembullin e namazit. Pse, për shembull, ka rregulla dhe dispozita për harresën në namaz. Është një sejdë që i thonë sejdëja. Na i themi sejdëja për mirësimit, në të vërtetë është sejdëja e harresës edhe e habis, sujudu sehau, ose sejdët të sehau. Pse? Se haron njeriu, habitet njeriu, edhe tash paramendo sikur të kishlon Allahu që sa gabojmë namaz me e përsërit namazin, mbase do të na rëndohej shumë. Ndërsa Allahu e kalon, e përmbushim namazin në një formë të pranueshme, disa ngecje, disa gabime, disa harresa i plotësojmë ose i kompenzojmë me çatë sejdë që e bëjmë fat. Kjo është për shkak se Allahu nuk e ka lyp për kryerjen prej neve. E marrim shembullin e agjerimit. Agjerojmë dhe gjatë ditës së agjerimit harrojmë se jemi agjerueshëm, ham ose pim, na kujtohet kur gjë s'ka ndodhur, kur gjë e keqe s'ka ndodhur. E ndërprejmë ushqimin edhe pijen, vazhdojmë me agjerim dhe agjerimi jon është i plot në vlerë,
te Allahu, ani pse në praktikën tonë nuk ishte i plot. Për këtë arsye ne jemi shembull i mos plotësimit. Ne jemi shembull i mos përsosmërisë, ndërsa pejgamberët janë shembull i përsosmërisë. Edhe harresat e tyne, unë konsideroj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka harrua dhe ka dhënë selam në namaz drekës ose të ikindis mas 2 rekatëve. I kanë thonë, ja Rasulullah, a u shkurtu namazi, harrove. Ai qaç ka qenë i bindun që e ka plotësu namazi, ka thonë jo, as u shkurtu, as nuk harrova, po masani kur i kanë tregu se jo veç 2 i falëm, ka tregu çysh do të me vepru. Jam shumë i bindun që Allah i madhruar e ka pru këtë punë kështu, veç që na me e mësu çysh do të me vepru në rast se për shkak të harresës ose të habis, japim selam para kohe. Që me plotësojmë apet ato që ka mbetë dhe në fund me 2 sejdë përmirësohet i gjitha i gabim. Pra pejgamberët janë shembull i përsosmërisë, madje edhe atëherë kur na duket se kanë bën ndonjë lëshim, si rrjedhoj e harresës ose si pasoj e natyrës njerëzore. Mirë po në atë përkushtimin e përgjithshëm, i cili përkushtim na jep një orientim të rëndësishëm shumë në jetën tonë, orientim i cili na e bën të qartë se cila është rruga të cilën ne do të me ndjek. Në atë përkushtim, lirisht mundemi me thonë se e kemi një përsosmëri në suazat njerëzorës, gjithsesi, të shëmbëltyrës së pejgamberëve. Për atë arsye Allahu e lavdëron Ibrahimin a.s. kur na tregon neve se e ka qitë në sprovë. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimat, kur Ibrahimin e sprovoi Zoti i tij me disa fjalë, ato fjalë ishin urdhresa dhe ndalesa, fa atammahun, ai i plotësoi ato. I plotësoi, domethënë i përmbushin tansi ose i përmbushin plotni. Me gjithë gabimet eventuale, kemi hadithe që flasin për disa lëshime të Ibrahimit a.s. Jo për diçka tjetër, veç për shkak se ishte njeri. Dhe më thonë, lëshimet e pejgamberve janë thjesht veç me dëshmua dhe mos me haru njerëzimi, se ata me gjithate janë njerëz e nuk janë melaçe. Mirë po, shëmbëltyra e tyne arrin një shkallë të lartë të përsosmërisë në suaza të njerëzorës. Dhe për këtë Allah thot, dhe ai i përmbushi ato në plotni, që do në thot se nuk la asgjë mangët. Allah i tha, inni jailuka linnasi imama. E patu maherët një ajet ku Allah thot, ju kishit në Ibrahimin një shembull të mirë, një tjetër ajet ju kishit në Muhamedin, në të dërguarin e Allahut një shembull të mirë. Tash këtu Allahu po i drejtohet drejt për drejt Ibrahimit dhe po i thot, inni jailuka linnasi imama. Unë, o Ibrahim, ty du me të bo imam për njerëzimin. Imam për njerëzimin. Çka do të thonë imam? Në fjalën imam e kuptojmë si prijes. Edhe është një prej kuptimeve të kësaj fjale. Mirë po, fjala imam ka dhe kuptim tjetër. Ka dhe kuptim i synum. Do të thonë, kena me të ngrit ty sa që të gjithë njerëzit kanë me të pa. Kena me të ngrit ty, kena me të bo shembull deri në atë nivel, sa që të gjithë njerëzit kanë me u mundu me të marrë shembull, edhe kanë me u mundu me u identifiku me ty. Edhe realiteti i kësaj, që ka thonë Allahu që i ka premtu Ibrahimit a.s. përjetohet edhe sot, ani pse prej njerëzve në mënyra të ndryshme. Një është e qëllume, tjerat janë të gabume. Sa njeriu sot pretendon se ka lidhje me Ibrahimin a.s. Na muslimanët pretendojmë se jemi milletu Ibrahim. Allahu i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wattabi' millata Ibrahima hanifa. Dhe pasoje rrugën e Ibrahimit në cilën nuk ka lakesa, e pastër, e drejtë, pa shmangje, pa lajthitje. Në tjetër vend në Kur'an thot Allahu flet në vetën e tretë, kush i nënshtrohet Allahut më bukur, ose kush e ka fenë më të bukur, se sa ai i cili nënshtrohet Allahut, wattaba'a millata Ibrahima hanifa, dhe e pason rrugën pa lakesa të Ibrahimit. Pra është shëmbulltyrë dhe është identitet Ibrahimi a.s. Po një gjotë tillë e pretendojnë edhe të krishterët, me të gjitha fraksionet e tyne. Një gjotë tillë e pretendojnë edhe hebrejet, me të gjitha
sektat ose fraksionet e tyne. Kretë pretendojnë se Ibrahimi është i tyne. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa lam yakun min al-mushrikin." Allahu thot Ibrahimi nuk ishte jahudi, nuk ishte as i krishter, por ishte pasues i rrugës së drejtë, i nënshtruar çu çdohet Allahut fuqiplot, dhe Allahu e shton edhe një fjali thot: "Nuk ishte madje as prej idhujtarëve." Që do të thotë se edhe idhujtarët mushrikt e kanë një lloj përpjekje për me u identifiku me Ibrahimin a.s. Mirë, po Allahu Ibrahimin e ka bë imam, e ka bë identitet, e ka bë shembulltyr, edhe me të do të identifikohet vetëm ai i cili ndjek rrugën e tij. S'ka mundësi me thonë Ibrahimi a.s. ka hecë që kënej, e unë po ecë një drejtim ndryshe edhe me thonë unë jam me Ibrahimin. Ja, nuk jem me Ibrahimin a.s. Po kur Allahu i dha këtë premtim Ibrahimit a.s. i tha: "Po të bëjën e ty për njerëzimin piksynim, edhe shembulltyr, edhe prijes, edhe model, edhe mjet identifikimi." Ibrahimi a.s. sikur këtë pejgamberët e Allahut që gjithmonë kanë pas brenga dhe madhështinë e tyne e kanë shpreh edhe nëpërmjet brengave që ja kanë besu ose që ja kanë thonë Allahut fuqiplot. Jenë lut pejgamberët gjithmonë për të tjerët, ndoshta më shumë edhe se për vete. Dhe Ibrahimin këtë rast kur Allahu i tha: "Ty kam të bësh shembulltyr", Ibrahimi tha: "O min dhurriyyati", o Zot, jam shumë i lumtur që mu më bane kështu, apo i bane edhe pasardhësit e mi, ose apo e bane edhe dikend prej pasardhësve të mi. Allahu i tha: "La yanalu ahdi adh-dhalimin", premtimi im nuk u takon zullumçarëve. Që do të thot, a do të thot po a jo? Do të thot po, apo i bano Allah shembulltyre dhe dikon prej pasardhësve të mi, kur thot Allah premtimi im nuk u takon zullumçarëve, do të thot u takon atyre që janë zullumçar. Kushdo që e njeh rrugën tonë, kushdo që identifikohet me ty, kushdo që të ka ty model edhe shembulltyr, gjithsesi edhe ai do të bëhet model edhe shembulltyr për dikend. Edhe Ibrahimi a.s. kësaj do të thonë e vazhdoi jetën e tij, gjithnjë i udhëhequr nga ky udhëzim i Allahut fuqiplot, edhe i plotësuar me gjitha ato mirësi me të cilat Allah i madhruar e ka begatu. Dietarët kanë folë për pyetjen: pse Ibrahimi a.s. me kon shembull kaq universal? Pra ka pas pejgamber edhe para Ibrahimit, ka pas pejgamber edhe mas Ibrahimit, a.s. Por këtë lloj legitimitetit shembulltyrës deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas askush përveç Ibrahimit. Një karakter universal të shembulltyrës. Pse? Për arsye se Ibrahimi ka qenë piktakimi i të gjitha virtyteve edhe i të gjitha mirësive. Ka qenë njeriu i cili promovimin e vlerave të besimit, promovimin e arsyeshmërisë së monoteizmit, tauhidit, nuk e ka nal asnjëherë. Në të gjitha rrethanat, edhe kur ka qenë njeri me autoritet, edhe kur ka qenë djalosh i ri, edhe kur ka qenë me, nëse themi ka pas përkrahi, edhe kur ka qenë i përbuzën edhe i luftum. Pra, në surën Enbiya, Allah e përmend kur i ka thy idhujt Ibrahimi a.s. Edhe ata, kur kthehen edhe e shohin hallakamën në atë tempullin e tyne, idhujt nuk janë ashtu që i kanë lanë, ata pyesin, thonë, kush ja u bani këte zotave tonë? Dikush përgjigjet: semi'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Thotë e kena dëgju një djalosh duke fol për këta idhuj, për këta zotat tonë, supozum, emnin po ja thojshin Ibrahim. Do të thonë, duke qenë djalosh, Ibrahimi a.s. u marrë me çështje të mëdha të besimit. Gjithsesi, du të me e kuptu se këto nuk e ka bo pa dije, nuk e ka bo pa qenë i formum, edhe i informum, edhe i plotësum në këto aspekte, edhe pastaj ka marrë veprime të guximshme që sigurisht se i kanë kushtu shumë. Pra, në moshë të rinis, në moshë të pjekunis, në moshë të plesnis, Ibrahimi a.s. gjithmonë e ka promovu besimin në Allahun fuqiplot. Kjo është e rëndësishme shumë.
Pastaj Ibrahimi është i veçantë edhe për shkak se ka qenë shumë i ditun, po njëkohësisht ka qenë edhe shumë i matun. Inna Ibrahime la awwahun halim. Do të thonë, Ibrahimi ishte shumë i kthyeshëm ka Allahu, po ishte edhe shumë i matun në veprimtarinë dhe fjalët e tij. Pas kësaj, Ibrahimi a.s. ishte shëmbëltyr konkrete, shumë konkrete, madje e bujarisë dhe e mikpritjes. Ata që e kanë studiu historinë e tij, kanë thonë se nuk ka ndodhur që Ibrahimi a.s. me shtru sofrën edhe me hongër me ullën të veta. Nëse s'ka pas musafir, o dalë në rrugë, ka prit deri sa ka kalu dikush me enal edhe me ullën sofrë bashkë me te. Ose kur ka ndodhur me ja beh dikush në befasi, sikur se rasti aty në melaçeve që janë nisë me shku të Luthi a.s. Po kalim the, ka ndashtë edhe Ibrahimit mi alon një myshde, kur kanë ardhur ata dhe kanë hyrë brenda, janë përshëndet, selam, ky ka thonë selam, njerëz të panjohur, Allah i madhruar sa bukur e përshkruan atë gatishmërinë e Ibrahimit a.s. me i prit musafirët. Faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Kështu thot Allah i madhruar. Mas ju tha, sikur të na që vjen dikush e i themi merhaba, ulo, shlira, rahaton, si në shpitone, feraga ila ehlihi. Shumë pavrejtun u përvjedh Ibrahimit të familja. Ata i ka shtin od, të musafirët ku hin, vetë ka kalu të pjesa e familjes, edhe shumë pavrejtun, edhe shumë befasisht, edhe shumë shpejt. Në mënyrë të befasisht me thot, u asole një viç të majmë të pjekun. Më thonë, jo me e bo nomin me një krejt mahala që a ishtë të bo diçka mirë, po asë musafirët se kanë marrë vesh edhe a i shumë shpejt ja u ka sjell një sofër një sofër të begat në shenjë mikpritjes ndaj tyne. Faqarrabahu ilejhim, qala la ta'kulun, edhe nuk ju ka thonë që shikina në zanat mi ju thonë që në lani dhurë të me janë musafirët në përshpiher në dhomë, po thot u ofroj ate edhe u tha u ofroj edhe u ala, po kure po që s'po në tha, e la te e kulun, as po hanja. Thonë nuk i pyti në fillim, me thonë, a jeni ondë, atë ju bëj buk, a jeni për diçka, apo do një diçka shpejt, apo do një me pri, jo, me njëherë, pa u vrejt e prune, atë më të mirën që pa të mundësi. I këtil ishte Ibrahimi a.s. në mikpritjen e ti, edhe të këtil janë njerëzit e virtytshëm. Të këtil në radhë parë kampion, madje ishin pejgamber të Allahut të gjithë pa përjashtim. S'ka asnjë virtyt që dikush mundet me e pas, e që ai të cili do prej pejgamberve mos me qenë edhe ma i theksum, edhe ma prezent. Po të Ibrahimi a.s. pastaj në mënyrë shembullore. Guximi i tij gjithashtu ka qenë i pashoq, dëshira dhe dashamirësia e tij për të tjerët gjithashtu ka qenë që e ka bo atë të veçantë, pastaj ka qenë e të që kjo pikë arritëm, realisht që kjo është kreta e porosia i mesazhi që ka kisha qef me e thonë prej javës kalume që kom premtu. Ibrahimi a.s. e ka pas një kujdes shembullor edhe për babën, edhe për evladët e vetë, edhe pasalësit e vetë. Të baba e kemi shembullin, më menoj që secili prej neve, kush ka prind, posaçërisht. Po edhe aty në që ju kanë ndek prind, se të prindrit e dimni të vërtet të pamohueshme, të përkushtimi në bamirësinë ndaj prindërve, ajo një e vërtet madhore, që gjithkush e din se Islami e promovon, cila është bamirësia, respekti, përkujdesja për prindrit. I thojnë birrul walidain, mirësia për prindrit. Kjo nuk përfundon me vdekjen e prindërve. Pra, edhe na që si kemi prindrit gjallë, kemi shumë mundësi me bo bamirësi për ta. Në radhë parë me u lutë për ta, me kërku falje për ta, me kërku prej Allahut që Allahut t'i mëshiroj. Nëse ka mbet dikush gjallë prej anës tyne,
qoftë nga ana e farefisnisë, për shembull, dëbabës janë axhallartë, hallat e kështu me radhë, nanas janë dajallartë, tezet e kështu me radhë. Çka që ka me i respektu hala ma shumë tash, derisa prindërit nuk janë. Ose edhe shoqëninë e prindërve. Të gjitha këto aspekte, pra bamirësia nuk ndalet, po edhe nëse kanë vdekë të gjithë, s'ka met më as migjas, hallas, dajas, teze, prap lutja për prindërit është shumë madhështore, edhe unë mendoj se ai i cili lutet në bazë ditore dhe jo vetëm, po lutet në vazhdimsi, sa herë lutet për vete, lutet edhe për prindërit, unë mendoj se çaj është një lloj bamirësi, po njëkohësisht është edhe njeri i mirë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dhe një evlad i mirë i cili lutet për ta. Pra nëse lutesh për prindërit tu, të gjalla apo të vdekun, je evlad i mirë. Ibrahimi alayhi salatu wasalam edha shembullin të cili do prej neve, më i miri prej neve, më i përkushtuemi, nuk besoj që kishim mujt me e kalu këtë sfidë. Bëhet fjalë për një babi i cili ishte koka e idhujtarisë. Bab i pejgamberit. Pejgamberi koka e besimit. Shëmbëltyra e besimit edhe monoteizmit, baba shëmbëltyra e idhujtarisë. Dy polet kundërta. Në surën Maryam janë disa ajete që Allah i madhruar e përshkruan një bisedë mes Ibrahimit edhe babës tij. Ju kisha lut, jo vetëm ta lexoni, mësoni përmendsh. Sidomos ata që i kanë baballar të gjallë, mësoni përmendsh që thosë se na vyn si udhërrafim. E shifni Ibrahimi a.s. me çfarë shprehje i drejtohet babës, edhe baba me çfarë shprehje i përgjigjet të birit. Të shprehjet e babës kena kërcënim, kena shantazhim, kena dhunë, kena agresivitet, kena çka dush. Që realisht prap edhe i dhujtar me konë një prind që është në suazat normales nuk e bën atë për evladin e vet. Rallë ndodh prindi me çu dorën e evlad. Rallë ndodh prindi me e kërcënu evladin me vrasje. Po ja, te baba Ibrahimit a.s. kemi këtë shembull. E tash, kur thash ndonjëri prej neve s'kish me e kalu këtë sprovë, na kishum konsideru se nëse baba është çkaq i dhujtar, edhe çkaq agresiv, edhe çkaq i pa mëshirshëm sa që po don me mvra, kishum thonë, po edhe na çfarë borxhi i kena këtij lloj babe? Çfarë babe është ky? Mirë po Ibrahimi a.s. në secilën fjalë me cilën i drejtohej ose u përgjigjej kërcënimeve të babës, në secilën fjalë hasim shumë butësi, mirësi edhe mirësjellje. Shumë s'ka ishme. Ja e beti, o baba jemi dashtën, edhe në fund fare, kur përfundon biseda, Ibrahimi a.s. ja jep edhe një premtim babës, edhe i thatë se astaghfiru laka rabbi. O bab, ani në rregull jena, s'po vazhdoj ma se ti më the, nëse edhe një fjallë e thunë ty po të vras, e s'po du me të lanë me hinë gjina me mu me më vra, po e lom këtë bisedë, ama edhe një premtim s'kom qare pa ta thonë, se astaghfiru laka rabbi. Kom e boj stikfar për ty të Zoti jam. Kom e lutë Zotin tem me të falë. Edhe ka vazhdu Ibrahimi a.s. me boj stikfar për babën e vetë, deri sa i ka ardhë ndalesa prej qiellit. Derisa i ka ardhë ndalesa prej qiellit. Edhe nat istikfar, tashone po marr guximin me thonë, Allahu më falt nëse gaboj, po du një mesazh me e dhonë. Edhe sikur të vazhdonte, ose sikur ta bonte pa të drejtë istikfarin Ibrahimi a.s. për babën e vet, unë menoj që s'do të bante gjuna. Çka po du me thonë me këto? Do njoni prej neve mundet me kujtu babën e vetë, nashta jo me kujtime shumë të amla. Masa ne ka njëherë kër i marim na dosene në gosht edhe thomi Allah, ai baba jem ose ai filoni o dek, pa i ra Allahut në sejdë, pa kështu, pa ashtu, ndoshta s'ka mjaftu shumë motiv me thonë o Zot fale. A në të vërtet pikrisht për qatë njeri do të shumë me lutë Zotin o Zot fale. Po, nashta zban, edhe mos boft, Allahu ka me të shpërblyse, me gjithat e jetu bo diçka që është e mirë. Edhe në bosh gabimisht, thonë djetarët, ma miro me falë gabimisht, se sa me ndashku gabimisht. Ma miro me u lutë për dikan, edhe mos e me eritoft, se sa me malku dikan dhe edhe në meritoft.
e kështu me radhë. Edhe kthehemi te Ibrahimi alayhi salatu wassalam te pjesa e lëshimit të poshtë, se te baba është ngritja e rahmetit përpjet, duhet një farë pompe, kogja e fuqishme për me e qu rahmetin edhe dashunin ka prindrit, për çat arsye ka shumë vlerë, ndërsa ka evladët ajo shkon me ramje të lirë, ka vlerë gjithsesi, mirë po për çata s'jemi shumë të nxitur edhe të firun, se ajo ashtu shkon ka evlad. Është një sure në Kur'an, e ka emrin surja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, 43 ajete i ka. Ai ka 43, 52. Qështu diçka i ka, mundu me vërtetu pak ka rëndësi. Ka funi i surës, Allah na i përshkruan Ibrahimin alayhi salatu wassalam, edhe na i përshkruan do lutjet tina. Fillimi i këtyne lutjeve është Rabbena inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami Rabbena liyuqimus salah. I thot, o Zoti im, unë një pjesë të familjes time e lash në një lugin të shkret, pa as një bim, pa as një gjales, të shtëpia jote e shajt. Edhe tash, që është ajo brenga, me thonë ankesa, s'prish pun, na jemi të varfën edhe të paaft, mjo anku Allahot s'prish pun. O Zotë, unë e lash një pjesë të familjes time aty ku s'ka kushte për mbijetes. Por nuk i tha në fillim, o Zotë, jep ju të hanë edhe të pinë, mos të vdesin nga uria dhe nga etja, po tha, Rabbena liyuqimus salah. O Zotë im, namazin le të falen. Namazin le të falen. Pak më vonë, mas një 2 ajeteve, Rabbi gja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Prap vazhdon me u lut, në mesin e lutjeve tjera që s'po i përmeni me ren, për shkak se po du temën me nënvizu, Ibrahimi alayhi salatu wassalam lutet, o Zot, më bëj mu falës të rregull të namazit, po kështu bëni edhe pasardhësit e mi. Te ai kontekstit e ato ajetet e surës Bekara, ku Allah i madhruar thot, e sprovoi Ibrahimin Zoti i vet me disa urdhra e ndalesa, ai i plotësoi ato, e Zoti i tha, unë do të bëj ty imam, tha, o Zot, bëni edhe pasardhësit e mi, Zoti i tha po, ama jo zullumçarët. Edhe këtu pastaj Allah mas 5 ajeteve thot, o me jërgabu an milleti Ibrahime illa men sefihe nefse. E kush i shmanget rrugës e Ibrahimit, përveç ai që e ka bo vetën me ndjelet. Wala kad istafejnahu fit dunja, wa innahu fil akhirati le minas salihin. Ne e përzgjodhëm atë në dunja, ndërsa në akhirat është prej elitës, prej matë mirëve. Pse arriti këta, idh kale lehu rabbuhu aslim, kur Zoti i tij i tha dorzohu, nënshtrohu, ai tha, kale aslamtu li rabbil alamin, u dorzova për Zotin e gjithësisë. Këtë dorzim, menjëherë sa e përshkruan Allahu, prap e përshkruan Ibrahimin alayhi salatu wassalam me diçka që për neve të nderuar vllazën duhet të jetë e admirueshme edhe e lakmueshme. Përveç shembull edhe model, na duhet ta lakmojmë, na duhet të themi, o Zot, na e mundso me u bë si Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Na e mundso me u bë si Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Qoftë edhe pjesërisht, gjithsesi në tanësi, sikur ai nuk mundemi me u bë, e për me e lakmu këtë do të me marrë vesh edhe pse arriti këtë mirësi të madhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Allahu po thot, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. E kom përmend javën e kaluar, e kom thonë Ibrahimi dhe Jakubi, apo ju kujtohet? Çito e kom pas qëllimin te çka ajet. Thot Allahu, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Me këtë përkushtim, Ibrahimi që tha aslamtu li rabbil alamin. Unë ju dorëzova dhe ju nënshtrova Zotit të gjithësisë. Me këtë, pra me të njëjtën, i porositën u alan amanet, edhe atë porosi me insistim, wassa, vasijeti është porosi me insistim. Ibrahimu benihi ve Jakub, Ibrahimi bitë vetë, po të njëjtën gjë edhe e bone edhe Jakubi, ja benija, inna Allah astafa lakum ad-din, o bitë mi të dashur. Do më thonë,
në surën Maryam, ja ebeti, o baba im i dashur, Ibrahimi a.s. Këto o bitë e mi të dashur, do të mos me harrut në vëllazën se kujt do që i drejtohemi, edhe me këtë do që bisedojmë. E sigurisht e kemi ndonjë lidhje, sa ma e afërt ajo lidhje, aq ma i madh është obligime, sa ma i madh është obligime, aq ma e obligueshme gjithashtu bëhet edhe për kujdesja që më ju drejtu njerëzve me edukat. Nëse flet me babën, do të me i thonë o babush, o baba e mi dashur. Nëse flet me fëmijën, o evlad, o filizi i shpirtit e i zemrës tem, do të thonë me e gjetë një fjalë më të mirë, më përkthelse. Po me secili njeri do të me apliku këte për shkak se fillimi i komunikimit edhe mënyrja e thirrjes i çel dyrte e vëmendjes. Ibrahimi a.s. e bani këte, i tha o bitë e mi të dashur. Inna Allah astafa lakum ad-din. Allahu e përzgjodhi fen për ju. Allahu e përzgjodhi fen për ju. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se fen nuk e marrojmë na. Nuk e strukturojmë na. Nuk e bojmë na çto po e marr, edhe që kjo ka e mirë, edhe që kjo s'po mu përshtat ka, kjo tjetër ajo, këto gjysmën, ja. Këto njerëz ka zero hapësirë ka për zgjedhje. Fen istafa lakum ad-din, Allahu e përzgjedh. Wa raditu lakum al-islam dina, jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj, s'keni ju aty hapësirë me zgjedh. Me thonë jo valla 30% pi marr pe shtuajt, edhe një 20, edhe një 10, ball 60%. Jo, krejt do të më marr, edhe ato pikërisht Allahu çysh e ka përzgjedh, edhe çysh është i kënaqur me te. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula. E ka gjetë ëmbëlsinë e imanit, ai i cili është i kënaqur edhe pranon që Allahu të jetë Zoti i tij, Islami feja e tij edhe Muhamedi pejgamberi i tij. Ibrahimi alayhis salatu wa sallam bitë e mi të dashur, Allahu e përzgjodhi për juve fen. Fela tamutunna illa wa antum muslimin. Dhe mos gaboni me vdek, rruju se po vdesni. Me vdekën kërkosh s'munët me nalë, kështu që sendi ma i pa kuptim është me i thonë dikujt mos vdes. S'ka kuptim me i thonë dikujt mos vdes. Se me kone mundun kjo, plot njerës si shumë lanë me vdek. Po Ibrahimi po i thotë mos vdesni, po nuk po i thotë mos vdesni fare, po i thotë mos vdesni përveç se duke qenë musliman. Pa vdek se keni qare, edhe ato s'mundeni me zgjedh. S'mundesh me zgjedh me vdek ose mos me vdek. Po mundesh me zgjedh apo do me vdek si musliman, apo do me vdek ndryshe. E qysh bëhet kjo zgjedhje? Qysh arrihet mos me vdek përveç se si musliman, duke mos jetu ndryshe përveç se si musliman. Pastaj Allahu në ajetin vjem edhe me çto po e përmbyllim, u drejtohet sipas gjitha gjasave atyne pretenduesve që i përmenda kalim the që janë pretendues se ndjekin rrugën e Ibrahimit a.s. qofshin ata të krishterës se qifot, em kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut, a ishit ju dëshmitar kur erdhi vdekja Jaqubit idh qali li banihi ma ta'buduna min ba'di, kur u tha bijve të vet, çka do të adhuroni pas meje? Ata thanë, na'budu ilahek, do të adhurojmë Zotin tënd. O ilahe abaik, dhe Zotin e baballarëve tu, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut. Jakubi, Ibrahimin e kishte gjysh, Ismailin e kishte agj, Ishakun e kishte bab. Po i thanë baballarëve, kjo i bjen që edhe agja është një lloj babe, në kuptimin e autoritetit, në kuptimin e meritës për respekt edhe në kuptimin e përkujdesjes. Ilahen wahiden wa nahnu lahu muslimun, ai ishte vetëm një i adhuruar, vetëm një Zot, edhe ne gjithsesi me zgjedhjen tonë do t'i nënshtrohemi atij. Në vllazën, kujdesi i Ibrahimit alayhis salatu wassalam ishte shumë interesante. Ai shkonte përpjet, ka baba, ai zbristet e poshtë, ka fëmijët edhe pasardhësit, ai u ngolet edhe te nipi i tij Jakubi alayhis salatu wassalam, edhe për këtë arsye ata u veçuan në këto ajetet Kur'anit, në këto ajetet surës Bekare, me përmendje për shkak të
rëndësisë së punës që kanë bë, për shkak të vlerës së brengës që kanë bajt, për shkak të peshës së fjalëve që ja u kanë lënë në emanet bijve të tyre, po pse mos më thonë edhe për shkak që ato të bëhen shembulltyr për neve edhe na të marrim mësim prej tyre. Allahu na boft edhe neve të virtytshëm, sikur se kanë qenë pejgamberët e Allahut, të kujdesshëm, sikur se ka qenë Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Na mundsoft Allahu i madhruar që të lutemi, edhe të bëjmë istigfar për prindërit tanë, edhe të lutemi për udhëzimin e fëmijëve tanë, edhe të alom në amanet atë që është më e mira që e kemi. Nuk është më e mira me u lënë pasuni, edhe pse s'ka kurrë të keqe me i lënë të pasun e vlat, mirë po më e mira dhe më e rëndësishme është me u lënë dinin, besimin, udhëzimin, edukatën e mirëfillt, e për këtë le që fitojmë shumë, po në një farë mënyrë mbesim të pavdekshëm. Njeriu i cili e kalon një evlad të hajrit mas vetës, i shkojnë sevapet, që kjo është kuptimi i jetës. Gjallënia është me fitu sevap. I mshel syt njeri, varroset i shkojnë hala sevapet, do më thonë që njeri është hala gjallë. O shku edhe ndoshta ju kanë tretë edhe eshnat, njerëzit sot flasin, filoni është djali mirë, po, apo a di kujna djali kujna është, djali kujna i filoni. Rahmet shpirti pas, lumaj që ka pas kalon mas veti. Do më thonë njeri mbetet i gjallë edhe mas vdekjes me vepra, jo me diçka tjetër. Allah i rujti është për bleft. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.